Kthehemi në studio të dashur shikuese dhe jemi bashkë për pjesën e parë, bisedën e parë që do të zhvillojmë këtu në studio. Mendoj që më shumë se kur kemi nevojë që t'ju japim jehon edhe t'ju japim zë aktiviteteve për fëmijë, festivaleve për fëmijë, sepse kemi të pakta në numër, por fatmirësisht është edicioni i dytë i festivalit të teatrove për fëmijë që po organizohet dhe gëzohemi për këtë, duke kuptuar më tepër përmes bisedës bashkë me Dorentina Xhemailin, e cila është koordinatore e festivalit, sa i përket shfaqjeve, edhe pjesëmarrjes e po ashtu interesimit që po them edhe prindrit kanë për t'i dërguar fëmijët e tyre në shfaqje, sepse janë roli kryesor që ata të jenë pjesë e këtyre festivaleve. Dorentina, mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë që je këtu. Jam e lumtur që po flasim për edicionin e dytë, sepse zakonisht kur është i pari i suksesshëm, i paraprin themi ose bëhet edhe një vazhdimsi për tjerë. Po, e vërtet, me qenë se edicioni i parë ka qenë jashtëzakonisht i suksesshëm. U bo pa klishe fjala jashtë pritshmërive, po sinqerisht ka qenë jashtë pritshmërive, ka qenë një edicion shumë i ngjeshur me shumë aktivitete, si brenda edhe jashtë qytetit. Kemi pas edhe quest të diturisë për klasë 6 deri në klasë 9, kështu që jemi mundu krejt shkollën fillore me përmbledhë në edicionin e parë. Edicioni i dytë po mbahet tash, fatkeqësisht pak me ditë ma të kufizume, mbahet veç 3 ditë, për shkak pengesave teknike dhe financiare, kështu që mbahet 23, 24, 25 prill. Po, me qenë se po i përmend pra për këto 3 ditë, shumë e rëndësishme është që jo vetëm të kërkojmë me u bë festivalet e kësaj natyre, po të ketë edhe mbështetje, se sigurisht mandej kjo e vështirëson edhe punën e juaj, ndoshta edhe potencialin që e keni me tregu ma shumë edhe për këto festivale. Po i shohim, është edhe si themi ajo përmbledhja se si ka me qenë festivali, atë tregojmë pak edhe për shfaqjen, për mundësinë se si është organizimi. Kemi 3 shfaqje, 2 shfaqjet janë të vendit tonë, të Ferizajit, edhe një është e Mitrovicës. Revolta e Presjes është e Mitrovicës, Rojtari i Vreshtave është i Ferizajit dhe në shtëpi është shfaqje Ferizajit. Këto janë shfaqje që janë prodhu këtë vit, kështu që fëmijët nuk i kanë pa. Kjo është me rëndësi që ata mos marrë dhe me pa shfaqjet e njëjta, po me pas shfaqje të ndryshme, shfaqje që kanë mesazhe të mira për fëmijët. Nëse zbulojmë pak prej tyre, çka mund të marrim prej këtyre shfaqjeve? Po, Festë në shtëpi, unë e përformojnë këtë shfaqje, luje dhe une. Festë në shtëpi bëhet fjalë për një motër edhe për një vlla, cilët janë vetë në shtëpi, prindët e tyre mungojnë, janë në punë edhe një vllau e ka ditëlindjen, kështu që motra mundohet pak me ja bo me atmosferë që me unajt pak për ditëlindje, kështu që ja bo një befasi shumë të madhe. Befasin s'pe tregoj, se ma ndihmën fëmijët të zgjohen herët, kështu që ka mundësi që s'pe janë spoili. 2 shfaqjet e tjera, me thonë të drejtën, unë nuk i kam pa. Revolta e Presjes e di, me qenë se janë pjesë e shfaqjes disa kolegët me, e di që ka të bëjë diçka me alfabetin, kështu që është shfaqje edukative. Për Rojtarin e Vreshtave, sinqerisht. Mire, e kupton edhe ti gjatë kohës a shfaqjes, po sigurisht unë jam aty atraktive edhe për ty. Po, unë jam prezente aty krejt kohën, sigurisht. Shfaqjet e fëmijëve janë të mira se janë shumë atraktive edhe për neve të rriturit. Shumë e vërtet se ndonjëherë edhe veç e zëm vetën qoftë me një animacion ose diçka, tu e shiku për një kohë gjatë. Po, e vërtet. Aq më tepër kur jemi prezent. E vërtet, unë për veti këqyri shumë filma të animum, jashtëzakonisht shumë. Ja vlen se merren shumë mesazhe aty. Po, dhe qetësojnë edhe janë shumë të këndshme, po. Tregon pak për kapacitetin që ka edhe Teatri Adriana, ku do të mbahet pranë Ferizaj, sa i përket edhe pjesëmarrësve që do të jenë të veçlitan. Po, na sigurisht sigurohemi me organizu shkollat, sepse Teatri jonë nxen dikon 240 nxënësa, kështu që është mirë me i organizu. Shfrytëzoj rastin edhe mi falenderu shumë drejtorat e shkollave, mësuesët që bojnë një punë të jashtëzakonshme, sepse nuk është e lehtë sigurisht me kujdes për fëmijët edhe duhet me ardhë jashtë orarit të mësimit, sepse nuk lejohet me... Në plan program të shkollës? Po, sigurisht. Po. Kështu që këta e bojnë një punë të jashtëzakonshme, për fëmijët nuk po flas se janë tepër dedukum, në edicionin e parë na kanë manhit, sepse është shumë vështirë me marrë vëmendjen e fëmijëve. Nëse nuk ju pëlqen shfaqja, ata bojnë zhurmë dhe nuk kanë interes. Kështu që vitin e kalum ju kanë pëlqyer krejt shfaqje shumë mirë, janë kanë tepër dedukum, kanë ditë kur me reagu, edhe po kështu. Po, organizimi zakonisht qysh po bëhet me kërkesë fillimisht prej anës juaj, tregohet për shfaqjet, mandej shkon ai gradualisht, domethënë zinxhir tek shkollat apo? Po.
kjo është e Po, qaj është krejt, po, qaj bëjmë na po. Po. Interesimi që është tash për tash, Dorontin, se ka kohë ndoshta kur e mundohemi me promovu që të aspektin që prindrit janë ata që më shumë i qojnë në teatro, jo vetëm kur ka një festival, po në shfaqje të ndryshme. Po, është shumë interesant, Feriza, interesimi është tepër i madh. Ndoshta që ma herët nuk ka pas shumë shfaqje, festival hiç se hiç, po shfaqje për fëmijë para 3 vjetë ndoshta nuk ka pas hiç. Kështu që tash është interesimi tepër i madh dhe neve ky fakt na gëzon dhe na jep vullnet për me vazhdu dhe me punu tutje në këtë drejtim. Sepse kështu edukohet publiku, teatri fatkeqësisht ju ka largu shumë publiku pas pandemisë. Kështu që në këtë formë edukon edhe e sjell publikun këta fëmijë rritën edhe vinë sigurisht më napo edhe të shfaqjet e triturve edhe për adoleshenta edhe për çado po. Po pak më herët se të hynin në bisedë veç e përmendet që tash mirë që kemi pak për të veçlit, është edicioni i dytë i festivalit, po na mungojnë the edhe për shfaqjet po. A është mendu ndonjë koncept që mundeni ju me bë? Edhe nëse po, çka ju ndihmon në drejtën ju? Po, me thonë të drejtën, unë kam shumë qef me bo edhe një festival për të rinj. Nuk ka shfaqje për të rinj. Këtë vetë unë e kom punu një shfaqje personalisht, ku e kom fitu një projekt në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, edhe kemi bo një shfaqje për të rinj të vërteta tona, që u prit jashtëzakonisht mirë, kemi prek tema sociale që i preokupojnë ata. Me qenë se unë këtë vit kom punu edhe me një klub teatrove në organizatën Art Police, jam kon shumë ofër adoleshentave këtë vit edhe e kom po definitivisht çfarë probleme kanë. Shumë interesant se kur kam qenë unë adoleshente që ato probleme nuk i kena pas, thashtë po get që është telefoni shumë prezent, kanë probleme shumë çuditshme, ka njëherë pak dokët. Si të pakapshme, si të... Shumë probleme për të mëdhej, e ata janë shumë të vegjël për një majnë mbisupe që ato probleme. Kështu që bëj thirrje sigurisht të kolegët e me, regjisorët, aktorët me bëj shfaqje sa ma shumë për të rinjt, sepse fatkeqësisht as nuk i kemi në plan program po mdokët e teatrove hiç. Patjetërisht kjo. Po. Përvoja jote me qenë pjesë vetë e shfaqjes, vetë koordinatore, çfarë po? Është pak stresuese me ton drejtën, po shumë e këndshme. Unë shfaqjet për fëmijë du jashtëzakonisht shumë, publikun e vogël e du tepër shumë, se janë shumë sinqertë, din me t'jep komplimente, mandej mas shfaqjes që çudisin. Si di ka njerë kur vinë edhe më thojnë tepër mire ke bo rolin, ose zakonisht i bojnë do lule bashkë në shkollë kështu të letrës, edhe na i durojnë edhe zdi përjetoj tepër. Më jepin shumë energji pozitive, definitivisht ma ndrejqin ditën ma ndej tutje, ditën, javën, krejt komplet. Kështu që është eksperiencë shumë e mirë. Po me qenë edhe koordinatore ma ndej është pak stresuse, e to ndrejtën, se duhet angazhem i dy fisht. I dy fisht, po sigurisht. Edhe për vetën në shfaqje, edhe për mënyrën që shpo shkon gjithçka. Po, qashtu, me thonë të drejtën, unë edhe të festivali i të rriturve jom koordinatore dhe të dvegjëlit, të festivali i të rriturve, kom thonë, mo kur nuk boj pjesë edhe shfaqje edhe me qenë këtu së shtepën nga rkesë e madhe. Për dvegjëlit nështë ashtë pak ma e... E menagjon është ta ma letë? Nështë ta menagjoj pak ma letë, se jemi sigurisht, na jemi një ekip që funksionojmë, po nuk e di, është pak stresuse. Që me qenë se këtë veti kemi pas pak ma ndryshe situatën, pa tjetër që do është me qenë edhe unë e pjesë e shfaqjes, me qenë se është e vendit tonë, po për ndryshe nështë ta në edicionet e tjera nuk e di, me ndaj. Me mendua. Po, nëse kemi mundësi tjera, sigurisht që të tjere do të kenë për parësi. Dorontin, kur e mendon kështu në thelbë vlera e teatrit sot, si mundet me u përshkru? Donë se nuk e di nëse ka ndo një masë shumë të madhe, si që ka pas më parë, për shambull dhe prindrit tonë, vetë tregojnë që kanë qenë iniciator për me shku, me pa një shfaqje në teatr, qoftë për fëmijët ose qoftë edhe vetë ata si moshe rritun. Sot, ku qëndron teatri me vlerën e ti? Fatkeqësisht, prapë nështë ta qëndron njëjtë, mos me thonë është ta pak ma keq. Sigurisht që qytetet, po të na nuk ka shumë vlerë të madhe teatri. Fatkeqësisht prapë thëmë. E ka publikun e vetë. Kush mund me qenë faktori për këta?
Qysh po mendon faktori negativ? Nuk e ka vlerën e duhur teatri ashtu siç është dashur me pas. Po sigurisht me ardhjen e filmit në industri teatrit sigurisht që i ka ra vlera, sepse ti e ki rahatin tonë në shtëpi e nale edhe shumë kur dush filmin edhe është një farë rahatie që tu krijohet vetë në shtëpi. Në teatr është pak më ndryshe, dush me majë qetësi, nuk dush me lëviz. Duhet me ditë kur me reagu, nuk mund është me dalë kur dushti sepse pengon. Kështu që janë shumë faktorë që ndikojnë. Po, prape për sëriti që me ikjen e pandemisë, me ardhjen edhe ikjen e pandemisë, ka ndryshu shumë teatri. Sepse tashti ma shumë se 5 sekonda nuk mund është me najt me një vend. Nuk mund tik koncentrimi. Po, sa e vështirë është që kjo ndështë pash mirë që e përmende, për me arrit me mbajt vëmendjen e shikusit, do mos kur ta të veçlit është shumë problem se ata janë të përqendruar shumë gjana njëkohësisht. Po, për triturit nuk po flasin, a jemi të vedishëm, nëse dojna me shku me pa një shfaqe, e dina që ka përmban shfaqe, apo dojna me shku me pas, apo dojna me shku me pa, vendosim na. Edhe pse dhe për triturit, edhe për një, edone na i herë kur shkoj me pa një shfaqe, nëse bot e mërziq me shfaqe, me një momentum shkojnë me ndika tjetër, me ndikë thejna prap datër, po prap muj me menagju vetën. Fëmijët nuk muj me menagju vetën. Fëmijëve ose ja merë vëmendjen me njëherë, ose nuk mund është ma hiq. Po, për që të arsye është mirë na si aktor, si regjisor, me zhvillu kreativitetin edhe me pa që ju pëlqen fëmijëve. Unë për veti s'kam fëmijë edhe të rrethi jam nuk është që kam shumë fëmijë të vegjel me ditë që ju pëlqen, që as ju pëlqen, po kom dëgju edhe e di pak a shumë qysh po funksionojnë, se m'ka ra pak ma gjatë me punu me ta qëto 3 vjetë e fundit. Edhe është e përfështirë, dush me bo shumë magji në skenë për mi marrë ata. Dhe pse fëmicit hinë teatr, me qenë se nuk vinë shumë shpesh, reagojnë te për kështu minjëherë isha të bo, ua, sa mirë, ua, ullë shumë një dritë, kështu minjëherë mund është, ua, muzika, ama prap se prap është problemi a marrë vëmendje. Nësë është shfaqe e keqe, ata minjëherë janë nisin me bo zhurë, me të vish dush me ti që e ke po një shfaqe të keqe. Vje keqe për thonë që shtu shumë direkt, ama po. Se janë shumë të sinqertë. E qartë, po po, ta e marrin tamam qysh servohet. Qashtu është, po. Vinë me fshi. Te mundësit ose tek kapacitet që në përgjithësi teatrot i kanë, tash këtë rast po ndalemi tek teatri i Ferizajt, qysh qëndrojmë? Do me thonë, a ka infrastrukturën e duhur, a është diçka që ndoshta i mungoni, që ka nevojë më tepër me bë ministria në drejtim? Qysh eshe? Me thonë të drejtën, unë jam aktore e skenës së pavarur, kështu që nuk i përkas teatrit të Ferizajt, nuk jam pjesë e trupës, nuk i di shumë mirë vështirësitë e teatrit të Ferizajt, edhe pse punoj vazhdimisht aty, trasin shumë shpesh, po renovimi i teatrit ka me ndodh këtë vit, fatmirësisht, edhe pse teatri jonë është i rujtën, sepse si objekti ma i vjetër në qytet, njani prej objekteve më të vjetra në qytet, kështu që nuk munden me ndryshu shumë I mbetet dhe ajo pamja të e njëjtë, përveç renovimit që... Besoj që pamja i mbetet komplet e njëjtë, sepse nuk mundemi me shtu disa pjesë që na duhen me shtu, po për mranda sigurisht që ka me pas renovim, Ministria ka ndo kogjo fonde të mdhaja për renovim, që është shumë mirë për neve, shumë mirë për aktor që punojnë aty, për teknikën edhe për krejt. Po sigurisht edhe për neve nëse na thirin në të armën me punu edhe mu bo pjesë e stafit të ne. Pa tjetër që për juve sigurisht është shumë qef. E së në mos në vendin tonë. Po sigurisht, sidomos kur punon non-stop, sigurisht që edhe një është që e ki vendin aty. Po që prej ministrisë veç bojnë atyr jemi i hapë konkurset e punës. Pa tjetër, po është thirrje shumë e meritume. Po sigurisht. Derisa punën atë dritim. Po flasim edhe pak për festivalin, me qenë se kemi ndoshta prindër që tash janë zgjuar dhe janë kurioztar ndoshta me ditë, po I përmendim edhe një herë datat edhe mundësinë që t'jenë ata fëmijë dhe të shohin për këto 3 shfaqje. Datat janë 23, 24 dhe 25. Këto shfaqje janë në 2 termine gjithmonë. Na sigurohemi paraprakisht me fol me drejtorat e shkollave, me pyet në sa ora ju konvenon që na mi ju përshtat aty ne, jo me la një orar ku ata nuk munden me ardh. Përndryshe mund me hi edhe në faqe të festivalit të teatrove, kanë ma letë për mi pa mundësi ca ora edhe... Pra festivalit teatrove për fëmi, është faqe që keni zyrtara, po? Po, festivalit teatrove për fëmi. Edhe aty keni gjitha detajet? Po, në Facebook, në Instagram. Pa tjetër, po, dërën ti nëse kemi haru diçka që lirisht I donë me përmend, pa tjetër se mundesh. Ose me drejtu edhe si thirrje për prindrit që më tepër të kem fokus të këta fëmi, t'i bëjnë një me teatrin. Po, sigurisht, mu veç më bëhat qefi që kjo po ndodh. Tash nuk mundësh edhe shumë shpesh me I pru fëmijët në teatr, sigurisht se
nuk janë mundësit, është shumë problemi, se cilë jam mësuse 45 fëmijë më kujdes për ta, po sigurisht mbot shumë qefi që interesimi është, dëshira është, edhe na po mundohemi në ato mundësit e tona me ju pru shfaqjet mira, shfaqje me mesazh. Kjo ka rëndësi, unë nuk kam shtu kur gjo tjetër, pos mi falenderu prap drejtorat edhe mësuset, cilët kanë poshije që kanë interes, edhe nuk po na injorojnë festivalin, po edhe shfaqje që na i sjellin për ta. Patjetër edhe ju e bëni për ta, kështu që nuk ka nevojë as vend për injorim aty. A do të sa ma shumë që vinë në teatr, krejt njerëzit dhe fëmijët edhe triture, qaq ma mirë për ta. Relaksohen. Këto ditëm ka ra shumë me po edhe njerëz pak ma në moshë që kanë orë në teatr dhe me më thonë kur ka shfaqje se mi mërzit prej lajmëve, po dojna pak me largu mendjen, kështu që hajdeni në teatr edhe knaqeni bashkë edhe relaksoheni. A do të ketë një edicion të tretë pas? Patjetër. Edhe tutje. A është mendu ndonjë, si me thonë, ndonjë numër ose kur e mendoni kështu sa tjetë festivali, jetë gjatësi sa të ketë? Për mu deri sa të kam frymë mune, po besoj që edhe organizatorët e tjerë, drejtori general, kështu që nuk se kemi mendu që najherë kam u shkëput. Unë mendoj që veç e kemi hap rrugën edhe ma ndej kushdo prej neve që mundet me vazhdu, le ta vazhdojnë, po besoj që na jemi një grup që kemi shumë vullnet edhe patjetër që ka me vazhdu edicioni tretë. Edhe po tregova dhe ma herët, ne edicionin e dytë me qefe kishim rritë si kur edicionin e parë. Për shkak kushteve që janë kriju, veç nuk kemi dash me hup edicionin e dytë, kështu që në edicionin e tretë, 4, 5, po mendoj që kemi me pas pak ma shumë kujdes rreth problemeve teknike që na ka ndodhë. Aty veç ja merr një dorën, mandje dhe është gjithë shka shkon majtë. Me thonë të drejtën në edicionin e parë, ja kena morë dorën shumë. Kjo është ma mirë. Në edicionin e dytë që nuk po na pëlqen është që ka dështu teknikisht diçka po mendona? Jo teknikisht, ka dështu prej klasëve 6 deri në klasët e 9 që e kemi pas kuizin e diturisë rreth teatrit. Edhe na në edicionin e dytë, kur kemi bërë edicionin e parë, kemi mendu në edicionin e dytë me zgjonu njohurin, me folje edhe për teatrot jashtë vendit. Edhe qëtu jemi pagës pishman që nuk kena mri me bo, po kjo ka ndodhë edhe tash po besoj që në edicionin e tretë kemi me zgjonu edhe kuizin, sepse në edicionin e parë ka qenë i jashtëzakonshëm kuizi. Kjo është e rëndësishme. Faleminderit shumë Dorotin që ke qenë me neve, shumë suksese në këto 3 ditë edhe ju shkollë sa më mbarë. Faleminderit shumë. Faleminderit për neve. Miq të dashur, ne jemi afër recetës së lindës. Po e shohim atë tash edhe me njëherë pasaj ju pres për të vë fjalë kryqin ku do të kënaqemi bashkë si çdo herë tjetër.